Jemi duke udhëtuar drejt fshatit Lek Bibaj, rreth i Tropojës, dhe prej aty kemi në plan të fillojmë ngjitjen drejt fshatit Cura i Epërm, djepit të eposit të Kreshnikëve. Pas pak më shumë se 4 orësh udhëtimi, tashmë kemi arritur në qendër të fshatit Lek Bibaj, ku siç po e shihni, para nisjes pjesëmarrësit po çlodhen. Deri këtu rruga është asfaltuar, megjithatë nuk rekomandohet për mjete motorike më të gjata se minibusët, pasi ajo pos që është e ngushtë, ka dhe kthesa që s'përballohen dot ta zënë nga autobusët. Në këtë ditë të fundit të majit, fshati po duket i heshtur, tregues ky i largimit të popullatës. Ndryshe prej herave tjera, sot në Curaj të Epërm do të shkojmë shtegut ka Vrana e Madhe, ndërsa ditën tjetër do të kthehemi në Curaj të Poshtëm ka Rasa e Curajve. Ky shteg është paksa më i gjatë, por jo më i vështirë. Përveç kësaj, mundësit janë më të mëdha për të parë më shumë nga zona e Nika i Mërturit. Nga këtu, kemi rreth 15-16 km gjatësi, e cila për shkak të shembjeve në një pjesë të shtegut mbi Vranë të Madhe, do të na detyrojë të bëjmë një shmangje e cila na i shton të paktën edhe 2-3 km të tjerë. Sidos që të jetë, ne nuk do të ngutemi dhe gjatë ditës së sotme do të kemi çfarë të shohim. Jemi duke vazhduar ngjitjen drejt Curajve të Epërm. Janë bërë tashmë mbi 1 orë ngjitje. Këtu jemi ndolur pak për të pushuar, ndërkohë që na pret edhe pak kilometra deri tek Vrana e Madhe. Më pastaj prej atje do vazhdojmë drejt fshatit Curaj i Epërm. Kjo ujvar ndodhet pak para se të arrihet në Vranë të Madhe. Këtu pos një mundësie të mirë për t'u kënaqur me rrjedhën dhe freskinë e saj, për ne e domosdoshme edhe për të pushuar më gjatë. Disa edhe për të ngrënë ushqimin që kanë marrë me vete, pasi deri në Curaj të Epërm ka dhe rreth 3 orë gjysmë ecje. Kemi arritur në qafën e Mrethit, që është pika më e lartë mbidetare në shtegun Lek Bibaj Curaj Epërm. 3.5 km të tjerë deri tek bujtina në Curaj të Epërm i kemi vetëm zbritje. Deri këtu kemi arritur të gjithë pjesëmarrësit, andaj në këtë qafë e bëjmë një pushim pak më të gjatë. Nuk jemi vonë, kështu që kemi kohë pjesën tjetër dhe të fundit ta bëjmë ngadalë.
Tashmë jemi mu para bujtinës pre bibaj, këtu do ta kalojmë natën, ndërsa nesër, pasi ta hamë mëngjesin, do të vazhdojmë me pak eksplorim të këtij fshati të rrallë. Kështu duket fshati Curra i Epërm ditën e parë të qershorit. Derisa të bëhet gati mëngjesi, fal dronit do t'i bëjmë një veshgim nga lart. Siç shihet, pamjet janë magjepsëse. Në këtë lugin, më të gjatën në Shqipëri, gjithçka shijohet. Tash po afrohemi te kisha e fshatit, vitet e fundit e restauruar. Hyjmë e dalim në të, po nuk shohim njeri. Në krahun e majtë të hyrës, në murët e saj një pllak kujton histori lufte me sllavet. Këtu në korrik të vitit 1915, pas luftimesh të ashpra, populli i Curra i Epërm mundi ushtrinë serbo-malazeze. Vizita lumit të Currajve bëhet e paevitueshme sa herë që vim në këtë fshat. Ngjyrat, rrjedha, kjelltësia dhe temperaturat gati se të akulta e bëjnë ta ndjesh presosmërinë që ka gjetë vend në këtë zonë. Djetë, herën e dytë, e kemi bo një itinerar tjetër nga Lek Bibaj, kemi zgjedhur një rrugë më të gjatë, po gjithsesi atraktive, pak zelosme, po gjithsesi kur arrin në Curraj, lodhja edhe shpaguhet ja vlen. Vetë Curraj, çka të flasim, është një fshat i izoluar, por shumë atraktiv, me pamje të mrekullueshme, lumi që dëgjohet brenda fshatit, zhurma e lumit, ftësia e ujit, gjithçka në këtë fshat dhe në këtë zonë të Shqipërisë është e mrekullueshme. Raport që vinë në këtë vend, më pëlqej shumë, jashtëzakonisht. Vend pamje shumë bukur, shumë ujë, shumë vejna, që e bën me u kënaq, mos me bajt shumë ujë me vete, se zakonisht na vjeshkatar bajmë ujë me vete ma tepër. Ky vend ke i përshtatshëm me një shishe e kalum, po thuj këtë vend se kena pas vend ku me mush ujë. Shoqënia shumë e mirë, pritja shumë e mirë. Këtu
këtu në këtë vend ku bojtëm, se na shërbim me produkte shatit, se për neve ishte shumë interesant, vezë, djath, mjalt, pam shumë kafsh, vajt, uj i mirë, lumi i madh, pa të mundësi edhe më ladhat e lumi. Natyra shumë e bukur, shoqënia e mirë, jashtëzakonisht kemi kalu bukur. Një eksperiencë e mirë. Unë jam për herë dytë këtu në fshatin Curaj, e falemdoj shoqërinë bashkëtarë Moja që na mundson që për herë dytë të vim këtë fshat të bukur me një peizazh të jashtëzakonshëm që i kisha këshilluar gjithë anëtarët e shoqërisë bashkëtarë Moja që të vinë ta vizitojnë sepse këtu e gjen një qetësi, natyrën, e ke ujin, e ke gjelbrimin. Kështu e kena edhe shkollën e parë, fshatit e cila ka pas deri 200 nxënës, e ke kishën dhe një shteg të jashtëzakonshëm, kështu që uroj që gjithë ta vizitojnë këtë fshat. Ne kemi dy profesora, secili i ka pretendimet se atë mund ta mbaj me gjatë dorën në këtë ujë akull të fshatit. Okej, ta provojmë. Tash do ta shohim cili prej tyre do t'i duroj më shumë kësaj temperature as të ftohtë të ujit. Ja, mos e bëni atë. Ku do të shposh, ha? Ku prapi? Çto? A poshtë tani? Do na ta ikë telefonin se. Bën edhe poshtë. Shkemi duhet krejt për lënda. Ja, pas bashkë stop. Jo, Hey, këtë komën e si. Është asi. Shkojmë në me për çajore. Shoh. 3, 2, 1. Ora shata lidhje ma. Një e kohë po shëroni edhe tjetër s'ka. Ton ditën e gocës to. Forca. Të më kalon kjo proces, një nga kalon. Ja ti ma kalon se ti ki jam. Po, po që është një javë moj. Hajde provoje. Sa vole? 14 sekonda o. Do vjesh. I po shëroni. Problema me dhe se më shtyje. Dhe bazë e s'po... Dhe doan me qëtë temperaturë. Të kanë zëra ujë. Ja ne mona e pa komandile, vej. Mirë është. A u bën e minota? Si të kohë, si të kohë me zë. Ama pak energi. Pak energi, ama pak energi. Ja vaj me hite pak. Ja vaj me hite pak.
aktivitete kom prit se prej vitit kalum, fatmirësisht prej grupit ju që e keni organizu, i kom përcjell edhe disa video ose në YouTube do dokumentar ose do emisione, edhe më kanë lënë përshtypje shumë të madhe për me vizitu këtë vend, edhe atë momentin që ju e bënët këtë aktivitet me shumë qef ju bashkangjita. Rruga ka qenë pak thujse mundimshme për neve që nuk jemi shumë që dalim në stop në aktivitete, po në përgjithësi pamja, grupi, atmosfera ka qenë e mrekullueshme. Edhe pushimi aty në Bujtin, po edhe të nesërme që i kryetëm ato aktivitete tjera, me një farë fjale ka qenë gjithçka fenomenale, si me natyrën, si me grupin e ju, gjithçka. Përshëndetje veçantë shkon për shoqërinë bjeshkatare moja, e cila na mundsoi organizimin e kësaj ekspedite 2 ditore në Currajt e Epërme. Ishte jashtëzakonisht mirë për herë të parë edhe si grup, dhe mendoj se asnjë grup tjetër i shoqërisë bjeshkatare nuk e ka bërë ecjen nga Vranaj dhe i na kthyer karrosaj. Ishte një vend tepër i bukur, për mua ishte hera 3 që vizitoj Currajt e Epërme, ku ai vendi i izoluar i Shqipërisë për fatmirësisht infrastruktura ka filluar të zhvillohet në atë pjesë dhe kisha preferuar të gjitha dhurues të ecet ne të vizitojnë këto vise ku edhe lumi brenda fshatit dhe është një vend jashtëzakonisht i mrekullueshëm. Edhe një herë pafund një falënderim i veçantë shkon për shoqërinë bjeshkatare, e cila po bën çmos në staza dhe vende të ndryshme ku pja mundson secilit bjeshkatar për të vizituar këto vende të bukura. Përshëndetje sot me grupin e Majës. Ishëm në Currajt e Epërme në Shqipëri. Ishte një hiking ose një vizit shumë mbretëlanse. Kemi pasën 2 tigje i kemi ecë, natë deri te Curraj kemi ecë ka pjesa e Vranës, kur jemi kthyer pjesën tjetër. Sot gjejshëm atje, vendosja ka qenë shumë e mirë ku kemi qenë në të Bujtinat. Çdo gjë ka qenë bio, kushtet kanë qenë mira, shoqëria ka qenë e mirë, një disponim jashtëzakonisht i mirë ka qenë edhe ka qenë kënaqësi e madhe me pa ato vende pitoreske të cilat janë edhe gati se fundi i Shqipërisë, pjesë më e izoluar e Shqipërisë ku shumë herët popullata është larguar aty prej aty pari, megjithëse aty kam pasën shumë, kish pas edhe nxënësa deri 200 nxënësa një shkollë që vizituam, edhe një kishë e cila ishte restauruar. Sot po kthehemi për Gjilan të kënaqur edhe presim edhe vizita tjera.
Ky është i njëjti lum që vizituam edhe në Currajt e Epërm, vetëm se tani ne jemi disa kilometra më larg, në Currajt të Poshtëm, përballë hidrocentralit të këtij fshati. Këtu zakonisht në përmbyllet e ecjes shumica e pjesëmarrësve lahen në këtë lum, i cili sikur merr me vete djerset, por jo dhe përshtypjet e mira që i ruajmë gjatë sa herë vizitojmë këtë pjesë të mrekullueshme.